Doktoreshën e shpesh shohim në televizion, në rrjetet sociale që promovohen medikamente për shërimin e osteoporozës, ilaçe. A janë këta të rekomandueshme nga ana juaj si profesioniste? Çfarë reklamohen gjërësisht nëpër media dhe nëpër televizione janë suplemente. Dhe unë dua të ngre zërin me të lartë, ky është qëndrimi im dhe gjykimi im si mjeke, që sëmundjet reumatizmale nuk trajtohen në suplemente. Sigurisht mund të krijojnë një terren të përshtatshëm për të ndihmuar trajtimin medikamentos, por të flitet, të diskutohet që efekti i tyre është çuditëbërës apo magjik është e papranueshme. Edhe tani që flasim, diku është duke studiuar sëmundjet dhe trajtimin medikamentos të këtyre sëmundjeve që për ne janë sfidë, të mendosh që një suplement apo një ushqim apo një çaj të bëj efekt apo një mjekim alternativ të bëj efekte, kjo është plotësisht e gabuar dhe infantile.